Dhe një engjëll i Zotit i foli Filipit duke thënë, "Çohu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Ajo është e shkretë." Ai u ngrit dhe u nis dhe ja një njeri Etiopas, eunuk, një zyrtar i lartë i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjësi të gjitha thesarëve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. Tani ai po kthehej dhe ulu në karrocën e vet, lexonte profetin Isaia. Dhe fryma i tha Filipit të afrohu dhe arrije atë karrocë. Filipi ju tur afër dhe duke dëgjuar se po lexonte profetin Isaia i tha, "A e kupton atë që lexon?" Ai i tha, "Si do mundja po spata një që të më udhëzoj?" Pastaj ju lut Filipi të hip dhe të ulet pranë tij. Por pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo. Atë e quan si delja në thertore, dhe ashtu si qengjesh me mes përpara qytetarit, kështu ai nuk e hapi gojën e vet. Në përuljen e tij ju mohua çfarë do lloj drejtësie, po kush do të mund të përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij u hoq nga toka. Dhe eunuku ju kthye Filipit dhe tha, "Të lutem, për kë e thot profeti këtë, për veten e vet apo për ndonjë tjetër?" Atëherë mori fjalë Filipi dhe duke filluar nga ky shkrimi shpalli Jezusin. Dhe ndërsa po vazhdonin rrugën, arritën në një vend me ujë dhe eunuku tha, "Ja ujë, çfarë më pengon të pagëzohem?" Dhe Filipi tha, "Nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh." Dhe ai u përgjigj duke thënë, "Unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë." Urdhëroi atëherë të ndalet karroca dhe të dy Filipi dhe eunuku zbritën në ujë dhe e pagëzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim. Por Filipi u gjet në Azot dhe duke vazhduar, u ngjillizoi në të gjitha qytetet derisa arritën në Cezare. Amin. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij, vëllezër. Zoti t'i bekojë këto fjalë dhe të na mbushë me frymën e shenjtë. Jemi në atmosferën e kishës së parë apostolike, ku Jezusi përpara se të ngjitej lart në qiell, sepse duhej kjo gjë, nuk ishte vepra e Zotit vetëm kryqëzimi, ai që mori përsipër gjithë mëkatet tona në kryqin e Golgotës, nuk mbaroi me kaq, por thot fjalë e Zotit, ditën e tretë u ringjall për shkak të drejtësisë, sepse ishte jo mëkatar, nuk mëkatoi as në fjalë as në vepra. Thot fjalë e Zotit, po këtu te veprat e apostujve, vdekja nuk mund ta mbante, lavdi Zotit, dhe ditën e tretë u ringjall. U shfaq, thot fjalë e Zotit, më shumë se 500 vetave, dhe atje kur ishte bashkë me dishepujt e tij, përpara se të ngjitej lart në qiell, u thot, "Do qëndroni në Jeruzalem derisa të visheni me pushtet nga lart." Cili ishte pushtet nga lart? Premtimi që i dha Ati Perëndia, e thot edhe këtu te Gjoni, që ju do të meni fuqinë e frymës së shenjtë, bile e di si thot fjalë e Zotit tu. Thot, do të meni fuqi ku fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, dhe atëherë do bëheni dëshmitarët e mi në Jude, Jeruzalem, Samari deri në skanën e botës. Falenderojmë Zotin. Dhe fjalë e Zotit këtu thot 500, më shumë se 500 veta e dëgjuan këtë gjë, por këtu te veprat e apostujve thot 120 veta ishin ata që ju bindën fjalës së Zotit dhe u ulën në gjunjë atje në Jeruzalem dhe prisin premtimin e Atit që Zoti do t'u jepte frymën e shenjtë të gjithë atyre që e kërkonin. Falenderojmë Zotin. Dhe më pas thot, u ngjit lart në qiell edhe ndërmjetëson që nga ajo kohë edhe sot e kësaj dite dhe do vazhdoi, do ndërmjetësoj për neve. Falenderojmë Zotin. Zoti pagëzoi për herë të parë me frymën e shenjtë atje, krijoi kishën e parë apostolike, mbasi pagëzoi me frymën e shenjtë sepse ishte nevojshme kjo gjë dhe është e nevojshme që gjithsecili prej nesh, vëllezër, të pagëzohet me frymën e shenjtë. Vëllezër, nuk duhet që ndokush nga ne të diskutojë fjalën e Zotit. Duhet kjo apo s'duhet kjo? Duhet të pagëzohemi. E dini si thot këtu te veprat e apostujve. Në radhë të parë thot gjithsecili prej jush që të shpëtohet, duhet të pendohet, domethënë duhet të kthehet me gjithë shpirt e me gjithë zemër, është rilindja kjo që bën Zoti te gjithsecili njeri. Ky është qëllimi i Zotit, vepra e Zotit, që gjithsecili prej nesh mos të humbas, por të ketë jetë përjetshme duke besuar në emrin e Tij. Domethënë thot në radhë të parë,
duhet të pendohet, në radhë të dytë duhet të pagëzohet në ujë për faljen e mëkateve dhe në radhë të tretë thot do merrni frymën e shenjtë. Ky premtim thot nuk është vetëm për juve, por është edhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që Perëndia domethënë do të rras deri në kohën që Zoti do na marrë lart në mbretërinë e qiellit. Domethënë është për të gjithë kjo gjë, për të gjithë vëllezër e motra. Të gjithë duhet që të pagëzojë Zoti me frymën e shenjtë, të gjithë mundësisht Zoti të pagëzojë me frymën e shenjtë. Edhe të na mbushi të gjithë me frymën e shenjtë sepse është shumë e nevojshme. E thot këtë gjë vetë Krishti, sepse për të krishterin vëllezër nuk mundet pa praninë e Zotit, nuk mundet pa frymën e shenjtë që i krishterit eci, lavdi Zotit. Kështu që gjithsecili prej nesh në këtë luftë, në këtë betejë, në këtë rrugë që Zoti na ka thirrur, duhet të lutet që jo vetëm të pagëzohet me frymën e shenjtë, por edhe ne që Zoti na ka pagëzuar me frymën e shenjtë, duhet që të na mbushë me frymën e shenjtë, me fuqi, lavdi Zotit. Dhe e dini vëllezër, është kaq shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse në radhë të parë, kur vjen fryma e shenjtë, na jep edhe mundësi, na jep edhe fuqi që të përballojmë mëkatin në këtë botë. Që t'i themi mëkatit, jo, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Mëkati sot vëllezër e motra është sheshi, si thon, pa paguar, pa para, njeriu përballet me mëkatin, mund të përballet atje jashtë ku është, mund të përballet atje në punë ku është, mund të përballet në shkollë tek të rinjt apo tek të tjerët, edhe duhet kemi këtë fuqi që t'i themi jo mëkatit, sepse jetojmë në këtë mish mëkatar, por që falenderojmë Zotin që na rilindi në një jetë të re, që të vëmë dorën përballë t'i themi mëkatit jo. Lavdi Zotit. Dhe mbani mend historinë e Jozefit, vëllezër e motra, atje ku ishte me gruan e Pocifarit, edhe thot, si mund ta bëj këtë mëkat përpara Perëndis tim. E dini se çfarë kishte në zemër? Jozefi vëllezër kishte frikën e Zotit. Nuk mund që të jetoj bashkë me mëkatin, sepse nuk dua ta mërzij Zotin, sepse dua të jetoj me Zotin, lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin, prandaj thot që në atë kohë, edhe ne sot e kësaj dite kështu duhet të ecim vëllezër e motra, që t'i themi jo mëkatit, lavdi Zotit. Dhe duke pagëzuar me frymën e shenjtë, tashmë apostujt janë të tjerë, me fuqinë e frymës së shenjtë shikojmë apostullin Pjetër, i cili për 2-3 minuta bën një, si thon, flet fjalën e Zotit, i mbushur me frymën e shenjtë, edhe nga një fjalë 2-3 minuta besojnë thot fjalë e Zotit gati 3000 veta. Kush do ta lexoj, domethënë nga pak vargje sa është kjo, në mos gaboj, nga rreshti 14 deri te 36 te kapitulli 2, besuan, u penduan, u pagëzuan dhe u shpëtuan gati 3000 veta. Falenderojmë Zotin. Nuk është fjalë njeriu. Është fjalë Perëndie vëllezër. Tjetër gjë, ku flet njeriu, flet njeriu. Kur flet Perëndia hapen qejt. Aleluja. Lavdi Zotit, dhe e vërteton Zoti fjalën e tij, gjithmonë e ka vërtetuar, gjithmonë e vërteton dhe gjithmonë do ta vërtetoj. Mbaj mend ua kam thënë edhe herë të tjera, atëherë kur Zoti krijoi kishën atje përpara 20 sa vjetësh atje ku isha, lavdi Zotit, pasi besova në Greqi, u ktheva në shtëpi dhe Razilja dola për jashta, kush ishin ata që trokitën, ishin 2-3 motra të cilët i pash aty përpara portës. Dola ashtu, drek ishte, vap ishte, edhe i pyeta se çfarë kërkonin. Edhe më thanë, Toni, kemi dëgjuar që ti ke besuar e duam të na flasësh. Nuk e prisja këtë që thonin, sepse nuk më shkonte në mendje kjo gjë, edhe pa arritur t'i ktheja përgjigjen, një nga ato motrat më të vogla, ishte, mos gaboj 11 vjeçe, fut dorën në xhep, nxjerr një çelës, edhe më thotë, Toni, kemi gjetur edhe ndërtesën, kemi një dhomë ku mund të mblidhemi. Aleluja. Vëllezër, Zoti bën gati të gjitha gjërat. Vepra është e Zotit. Zoti mendon. Edhe Zoti i shton të shpëtuarit kishës. Kështu thot fjalë e Zotit. Nuk se shtojmë neve, sikur kush e di se ne ç'a bëjmë ne me fuqinë tonë. Vëllezër e motra, vepra është e Zotit, fuqia është e Zotit dhe mendja është e Zotit, lavdi Zotit, dituria është e Zotit. Vepron Zoti në mënyrë të mrekullueshme saqë neve nuk na shkon mendja se sa mrekullueshëm vepron Zoti. Aleluja. Kur vajtëm atje tek ajo dhomë e vogël, siç u mblodh atje një 5-6 veta,
fillova të flisja pak 1-2 minuta për dashurinë e Zotit, ato që munda unë, ato pak që nxora nga goja ime. Pastaj ju thash, motra ishin, mos gaboj 4-5 motra dhe një vëlla, Zoti pagëzon me frymën e shenjtë. Dhe i thash, po tulemi në gjunjë, Zoti pagëzon me frymën e shenjtë. Lavdi Zotit, e dini ç'a ndodhi vëllezër? Sa ulëm në gjunjë, Zoti pagëzoi ti me motrën radhë të parë me frymën e shenjtë. Tër gëzim, tër dashuri, ngritur duart lart, edhe të tërë filluan të qanit, të lavdëroni, falenderoni Zotin. Si mundet ta vërtetoja, se te kjo doja të dilja, si do mund të vërtetoja unë fjalën që Zoti pagëzon me frymën e shenjtë. Zoti e vërtetoi fjalën që me të vërtet pagëzon me frymën e shenjtë të gjithë ata që e kërkojnë. Aleluja. Kështu që vëllezër e motra, të gjithë ata që nuk janë të pagëzuar ende me frymën e shenjtë, a nuk ecin nëpërmjet besimit? A nuk thot vetë Krishti që ky premtim është për të gjithë juve, për bijtë e tij? E besoje vëlla motra, që Zoti do ta japi frymën e shenjtë. Lavdi Zotit, me besim ta kërkoj. Ti themi Zot, ky është premtimi yt. Zot, kjo është fjala jote. Edhe unë besoj fjalën tënde që ti do më japësh frymën e shenjtë. Dhe Zoti do ta japi vëlla motra. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Dhe mbasi përcaktojnë dhjak të tjerë, sepse ishte nevojshme nga që populli u shtua shumë, thot fjalë e Zotit, nuk ndodhen vetëm mrekullira, por fjalë e Zotit thot jemi thirrur jo vetëm për të trashëguar premtimin, por edhe për të vuajtur për emrin e Krishtit. Filloi përndjekja në kishën e parë apostolike. Siç e dim, e vran Jakobin me shpatë, filluan të përndjekin edhe të tjerë, dhe tërë apostujt u shpërndan rreth rrotullit Jeruzalemit, po jo për të kyçur gojën. Jo për të kyçur gojën, për të vazhduar fjalën e Zotit. E vërteta është vëllezër e motra që kush do të mund ta ndalojë veprën e Zotit në këtë botë. Kush do mund të ndalojë frymën e shenjtë që të predikohet fjala e Perëndisë në të gjithë botën? Askush nuk mund ta ndalojë. Lavdi Zotit. Sepse nuk është vepër njeriu, por është vepër e Perëndisë. Falenderojmë Zotin. Dhe thot fjalë e Zotit që Stefani shkojnë në Samari, në atë vend që për izraelitët ishte një vend armik, një vend që ata gjatë tërë kohës, gjatë tërë jetës nuk shkonin me samaritanët. Falenderojmë Zotit. Por thot fjalë e Zotit, shkojnë në Samari dhe predikoi. I shtyr nga fryma e shenjtë, i drejtuar, i udhëhequr nga fryma e shenjtë, me ardhin e Krishtit. E dini se çfarë ndodhi vëllezër e motra? Zoti theu atë murin midis hebrejve dhe kombeve, sepse hebrejt mendonin që Perëndia ishte vetëm i yni, nuk ishte i kombeve, dhe neve na trajtonin si armiq. Por me ardhin e Krishtit, thot fjalë e Zotit, kushdo që do besoj nga çdo fis, nga çdo gjuhë, nga çdo komb, nga çdo ngjyrë, afrikan, indian, kinez, polak, shqiptar, grek, kushdo që do besoj tek emri i Krishtit do shpëtohet. Falenderojmë Zotin. Dhe thot shkoi atje në Samari, predikoi dhe besoi Samaria. Besoi dhe edhe një magjistar, besoi Simon Magjistari. Mund të bëj Zoti edhe një vepër të tillë që të kthejë edhe magjistarët, të kthejë në rrugën e tij. Nuk ka asgjë të pamundur për Zotin. Të thojnë ndonkush, po ky është mëkat shumë i madh. Vëllezër e motra, përpara Zotit, gjaku i Jezu Krishtit pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Le të jetë mëkati sado i madh, ashtu sikur se mendojmë ne se është magjistar, se është vrasës, se ka vjedhur, çfarëdo që të jetë, çfarëdo të ketë bërë njeriu, thot te gjoni, gjaku i Jezu Krishtit pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Kjo është fjalë e Zotit dhe është një problem i madh për ndokënd, ndonjë i cili nuk qëndron mbi bazat e Zotit, edhe nuk arrin që të falë dhe veten e tij vëllezër. Mëkati që un kam bërë, thot, është gabim, mëkati që un kam bërë është më i madh se sa falja që mund më japë Zoti, se sa mëshira e Zotit. Ky është mëkati më i madh për njeriu vëllezër. U kujtoj të rasti i dy bijve të Adamit dhe të Evës, Kainit dhe Abelit. Kaini u ngrit edhe e vrau vëllain e tij, e dini vrasja e parë që ndodhi në të gjithë botën dhe më bën shumë përshtypje kjo gjë, si mbas mëkatit që bëri Eva me Adamin, ndodhi ky mëkat tjetër, që vllai vret vllain. E vrau, edhe Zoti jo se nuk e pa, thot fjalë e Zotit, e vrau sepse veprat e të vllait
ishin më të mira nga të tjerë, kishte ligësinë ky Kaini në zemrën e tij. Lavdi Zotit. Edhe Zoti tha, Kain, ku është yt vëlla? I thot Kaini, mos jam rojtar i vllait tim unë Zot. Edhe vërteta jemi rojtar të njëri tjetrit. Edhe Zoti thot, gjaku i vllait tënd më vëngon nga toka. Herë e parë që gjaku i njeriu derdhet në tokë. Lavdi Zotit. Edhe ishte e dimshme. Atëre për Zotin, edhe sot e kësaj dite, atëre u vra një, ndërsa sot, siç e shikoni në të gjithë botën, me mira njerëz derdhin gjakun. Çdo njeriu që Zoti ka krijuar me duart e tij, falenderojmë Zotin. Edhe dini se çfarë thot Kaini. Mëkati im është shumë i madh nga ajo që ti mund më falësh. E kuptoni, nuk duhet të ndodh kështu vëllezër. E bëm atë mëkat, çado që të jetë, Zot kërkoi hirin dhe mëshirën tënde, Zot kërkoi falje, Zot kërkoi gjakun tënd. Na fal Zoti, na fal. Mjaft mos të qëndrojmë më në mëkat. Lavdi Zotit, është shumë e rëndësishme kjo vëllezër. Që të ecim përpara. Mëkatar jemi, në shumë gjëra gabojmë, bëjmë shumë gabime, por që duhet me njëherë të kërkojmë faljen e Zotit. As duhet kaloj as një ditë, as 2 ditë, as 5 ditë, as një javë, nuk duhet kaloj. Atëre e vrau me gur vëllain e tij, sot e vrasi me fjalë, e vrasi me zemër vëllain edhe motrën. E urrejnë. Edhe fjala e Zotit këtu thot, ai që urren vëllain e vet, është vrasës, thot e para dhe e dyta, ngelet në vdekje. Dhe si do mund të arrijmë pastaj që të zgjasim dorën dhe të marrim nga trupi dhe nga gjaku. Ky është problemi më i madh për të krishterët, për ne vëllezër e motra, që nuk arrim të përulim zemrën, nuk arrim të falim tjetrin. Kaq e dini pse ndodh kjo, sepse zemra e ngurtë. Pse unë t'i kërkoj falje i pari? Pse unë ta përul vetë? Ai më tha, ai më foli, ai më vëlla e motër i bekuar nga Zoti është ai që përul veten i pari dhe ai që fal i pari. Lavdi Zotit. Tjetër nuk të falë është tjetër gjë. Tek e fundit thot fjala e Zotit, bëj ç'është e mundur që të shkojmë ashtu sikurse duhet. Do ta përuli zemrën, s'do ta përuli zemrën, prapë është përpara Zotit. Por që secili prej nesh duhet të bëj të tij. Falenderojmë Zotin. Dhe mbasi mbaron në Samari, thot fjala e Zotit, një engjëll i foli Filipit edhe i thot, shko në Gaza, në atë rrugë që është krejt të tjerë. Vëllezër e motra, Zoti më shumë se kur në këtë kohë kërkon shërbëtor. Shërbëtor sipas zemrës së tij, që t'i binden fjalës së Zotit dhe të arrijnë të kuptojnë fjalën e Zotit, zërin e Zotit. Do thonë ndokush me këtë që na thua nuk e kuptojnë të gjithë zërin e Zotit. Nuk e kuptojnë të gjithë zërin e Zotit. E vërteta kjo është që nuk e kuptojnë të gjithë zërin e Zotit. Kush është ai që e kupton? Ai që rron në frym. Ai që jeton në praninë e Zotit, ai që i kushtohet atyre të katrave që thot tu te veprat e apostujve fjalë e Zotit, domethënë i kushtohet fjalës së Zotit, lexon përdita fjalën e Zotit, ha nga fjalë e Zotit, studion nga fjalë e Zotit, i lutet Zotit që t'i japi frymën e zbulesës, sepse fjalë e Zotit është zbulesë, qëndron në lutje. E dyta, prandaj dhe bëjmë edhe lutin, jo vetëm në shtëpi, por edhe këtu. Në lutje sa herë. E thot fjalë e Zotit, lutuni me kohë dhe pa kohë, edhe për të lexuar me kohë dhe pa kohë. Qoftë në mëngjes, në drekë, në darkë, kemi kohë plot. Ai që fillon justifikohet për veten e tij. Shpeshherë bëjmë një gabim të tillë, them ja, nuk e bëj unë këtë për Zotin që lutem, nuk e bëj unë këtë për Zotin që lexoj. Këtë bën për Zotin. E bën për veten tënde. E bëj për veten time këtë gjë. Që Zoti të më pastrojë, të më shenjtërojë dhe të më bëj gati për mbretërinë e qiellit. Nuk ka justifikime as drejtësi përpara Zotit. Lavdi Zotit, thot fjalë e Zotit, të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga drejtësia e Perëndisë. Por jeni shfaqsuar, jeni larë nëpërmjet gjakut të çmuar të Krishtit si qengjë të patëmet. Falenderojmë Zotin. Prandaj thash, Zoti sot kërkon shërbëtor sipas zemrës së tij. Jo për emër, nuk është puna unë tani, sipas fjalës së Zotit apo tjetri, u bë dhjak apo u bë, domethënë çfarëdo, kushdo vëlla u bë një shërbëtor, edhe ky tani është një emër, ky tani është një post. Kjo fjalë ka vetëm një emër vëllezër.
shërbëtor, siç e themi. Që ti themi ti shërbesh Zotit, ti shërbesh në veprën e Zotit dhe të shërbesh vëllezërve dhe motra. Nuk është post. Ase unë jam bari, ase unë jam presbiter, ase unë jam dhjak, të gjithë shërbëtor të Zotit. Këtë kuptim ka. Bile në një moment u thot fjalë e Zotit, vetë Krishti u thot dishepujve të tij, edhe nëse do arrini të bëni të gjithë ato që unë do të them, në fund fare do thoni Zot, nuk kemi gjë tjetër veçse shërbëtor të pavlefshëm që bëjmë borxh atë që kemi për të bërë. E dini çfarë do thotë vëllezër? Askush nuk do të hapi gojën edhe nëse bën diçka. Përpara Zotit domethënë do lahesh, do drejtësohesh, do justifikohesh që unë bëra. Kush mund të lahet me Zotin? Na nxori nga errësira në dritë, nga vdekja dhe na dha jetë të përjetshme. Ishim të destinuar, thot fjalë e Zotit, për në ferr, për në humbje të përjetshme. Edhe unë sepse vajta atje, sepse bëra një diçka, sepse i fola një vllaj, një mot, edhe të filloj të mburren përpara Zotit, mos ndodhin të tilla gjëra. Mora thjesht këtë shembull. Çfarë do të them Zotit? Që Zoti vajt edhe apostujt, thot fjalë e Zotit, kur shkonin në vende të ndryshme, u tregoni vëllezërve, e dini se si shpreshin. Tregoni të gjitha ato që Zoti Perëndia bëri nëpërmjet nesh. Nuk thot që ne bëm. Në një moment tjetër thot ç'na shikoni vëllezër sikur ne me perëndishmëri, ne kishim fuqinë, ne kishim diturinë që këta besuan edhe shpëtuan. Që këta u shëruan, por besimi te Krishti bën mrekullira. Falenderojmë Zotin. Lavdi Zotit. Dhe Filipi ishte një i tillë. Nuk ishte një dishepull i tillë që kur i donte qefi shkonte në kish, kur i donte qefi zvinte. Unë vit të henën e të mërkurën, shtunë e të diel, no problem. Unë lutem vetëm të henën, në shtëpi lutem një herë në javë. Nuk ishte kështu. Kështu është ai besimtar që thot fjalë e Zotit, jeni të zellshëm në frymë. Nuk është kjo. Nuk është kjo. Çdo gjë që thot këtu fjalë e Zotit, fjala e Perëndis 1, lutja 2, në bashkësi 3, në marrjen e trupit dhe gjakut të Zotit, është rregulli i Zotit që të tëra duhen bërë në kohën dhe në vendin e duhur. Duke filluar që nga lutja. Duhet të fillojnë në ora 10 lutja, në ora 10 fillon lutja vëllezër. Unë do vete në ora 11 pançarek. S'është e mirë për ty, s'është e mirë për mua. Unë do vete në ora 11, të paktën të kap fjalën e Zotit. Nuk është e mirë për ty. Përderisa Zoti e ka vënë kështu duhet bërë. Sepse tek e fundit që kur nuk mbaj mend që Zoti më ka mbushur me frymën e shenjtë. Sa kohë ke që nuk ulesh në gjunjë, ti kërkosh Zotit hirin dhe mëshirën e Tij, që Zoti të pagëzojë me frymën e shenjtë. Kur do takohemi, thot Zoti, kur? Nuk mbaj mend. Lavdi Zotit. Vëllezër e motra, gjithçka që bëhet, e dini është për të mirën tonë. Thash edhe një herë, nuk është as për të justifikuar, sa më shumë i kushtojmë Zotit, aq më shumë do ta shikojmë dorën e Zotit dhe bekimin e Zotit, vëllezër e motra. Falenderojmë Zotin. Gjithsecili çfarë duhet të bëj? Tuli kokën për veten e tij që Zoti të më rregullojë personalisht mua. Këtë gjë. Edhe të lutemi edhe për të tjerët me radhë. Nuk është punë as të gjykojmë, as të shikoj këtë motor, as se si vishet, as se a vjen shpejt që lutet, as se kur vjen ditën e ditë. Shiko veten tënde të rregulloj Zoti. Të shikoj unë veten time të më rregulloj Zoti. Nëse veprojmë në këtë mënyrë, domethënë gjithsecili të zër vendin e tij dhe të bëj ashtu sikur sa duhet. Falenderojmë Zotin. Prandaj thot fjalë e Zotit, Filipi ishte një njeri i tillë, një dishepull i tillë që dëgjoi zërin e Zotit, që i thot çau dhe shko drejt jugut, që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Nuk i tha Filipi, Zot, mirë jam këtu në Jeruzalem. Ka hije, ka palma, çka kishte atje, shtëpi të mira, po më çon në Gaza. Atje ku është shkret të tirë, ku është vendi i shkret. Vëllezër e motra, shpeshherë mendja jonë vepron kështu. Mendojmë se ta zëm vetëm atje ku janë vende të mira, mund na dërgojë Zoti, ku ka qetësi, ku mos na prishet erezia. Zoti bën mrekullira kudo, vëllezër e motra. I intereson Zotit një shpirt njeriu. Nuk është puna vetëm qytet edhe aty në fshat ku është. Nuk është puna vetëm brenda nëpër vende, domethënë që ja vlen sipas neve të jenë, por edhe në shkret të tjerë dhe në shkret të tjerë. Lavdi Zotit. Edhe atje ku neve themi nuk bëhet gjë këtu në vende të thata, edhe atje Zoti bën mrekulli. Shpëton njerëz. Kjo është mrekullia e Zotit. Edhe tham Zoti vepron në mënyrë të mrekullueshme.
Lavdi Zotit, në mënyrë të mrekullueshme që as ne nuk i dimë dhe nuk i kuptojmë këto gjëra. Mirë me mend, u nis thot fjalë e Zotit dhe vinte nga Afrika një njeri, një eunuk Etiopas nga Etiopia, është në lindje të Afrikës, vinte në Jeruzalem për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Nga Afrika vinte në Jeruzalem, nga Afrika. E dini sa larg është vëllezër? Jashtëzakonisht larg. Edhe mos mendoni se vinte si ne tani, jo Toyota, jo Benzi, jo ato që duam ne të zgjedhim për më mirë në gjitha të luj. Me karrocë, me kuaj, me një, me dy kuaj si ishte, ta themi sot si ministri i thesarit, ekonomisë, i parave që kishte ajo mbretëresha e Etiopisë, por që kishte vretur deri në ato moment ky njeri nuk ishte vetëm paraje, sepse ishte i pasur, kishte edhe pushtet. Nuk ishin ato që gëzonin shpirtin e tij, kishte kuptuar që tani je tutje të njëjtë Zotin në jetën e tij. Aleluja. Kjo është ajo që duhet bëj njeriu. Kjo është ajo që thot fjalë e Zotit, nuk rron njeriu vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Si ishte mundur që një njeri i tillë të marrë këtë rrugë kaq të gjatë, ja vlen vëllezër e motra për Zotin, ja vlen çdo gjë. Aleluja. Aleluja. Kaq larg. Ne jemi kaq afër. Edhe kush e di sa herë bëjmë naze kaq të mëdha vëllezër. Të shkojnë në kish, mos shkojnë në kish. Tani jemi në behar, është nxehtë Zot, s'po vete sot. Vjen dimri, është ftohtë Zot. Nuk bie shi, nuk po shkoj sot. Bie shi, prap nuk po shkoj. Nuk është ashtu. Do rri sot te krevati im, do rri qetë. Vëlla motër, puno, shpejto për shpëtimin e shpirtit tënd. Kjo ka rëndësi. Çdo gjë që do bëjmë për Zotin, çdo gjë që do bëjmë për veprën e Zotit, ajo ka për të ngelur vëllezër e motra. Ajo ka për të ngelur. Dikush e di sa vëllezër qoftë në Anglia, qoftë në Gjermania që bëjnë kilometra të tërë me qindra kilometra. Dëgjoj shpeshherë vëllain dhe motrën atje në Angli, vinë nga Skocia. E dini ku është Skocia në Angli? Në veri fare. Kilometra të tëra, nuk bëhet fjalë që brenda ditës të vene të vinë. Një ditë rrugë të tërë, do rrinë atje në kish, edhe tërë ato lodhjen, tërë ato mundimin, e dini kush si thonë, uaj heq, Zoti me praninë e tij, mbush zemrat me gëzim, sepse Zoti shikon mundin e madh, që ata vinë që larg, që të njohin, të shijojnë praninë e Zotit me vëllezërit. Aleluja. Prandaj ti lëmë janë ankesat një në radh parë me veten tonë. Ankesat përpara Zotit. E ke për shpëtimin e shpirtit tënd, e kuptoni vëllezër e motra se çfarë bëhet. Lavdi Zotit. Prandaj edhe ky u nis, edhe nuk i thot Zotit domethënë që është rrugë e gjatë edhe ku të shkoj, pa e ditur se ku të shkoj. Por që Zoti i përgatit të gjitha gjërat vëllezër. Nuk i tha Filipi Zot, më trego kush është, më trego ku të shkoj, më trego kë takoj. Shko nisu në këtë rrugë. Edhe ajo që duhet të bëjë gjithsecili për ne vëllezër, nëse fjalë e Zotit thot një diçka, e dini se cila duhet të jetë përgjigjja jonë. Po dhe amin Zot. Mbaroj. Nuk ka diskutim fjalë e Zotit. Njërë më pyeti një vëlla për një temë. Domethënë bie fjala pse këtu e thot 2 herë, pse këtu e thot 3 herë, një gjë është e rëndësishme vëllezër. Çdo fjalë që shikojmë, që lexojmë, ka dalë nga goja e Zotit. E kam thënë edhe herë të tjera sa e rëndësishme është kjo gjë, sa herë i foli Zoti Adamit dhe Evës që mos të hajë nga pema e njohjes mirës dhe të keqes. Sa herë? Vetëm një herë i foli. Në momentin që hengrën, e dini ç'a ndodhi? Thot fjalë e Zotit, mëkatuan, sepse nuk ju bindën fjalës së Zotit dhe pagë e mëkatit është vdekja. Nga ajo që bëri Adami dhe Eva, tërë neve njerëzit vdesin vëllezër. Nga kjo është. Prandaj duhet të kushtojmë kaq shumë rëndësi fjalës së Zotit dhe dëgjojmë fjalën e Zotit i themi po dhe amin. Edhe dini se çfarë është kjo vëllezër? Është edhe përulësi në radhë të parë, e dyta është edhe siguri për neve. Falenderojmë Zotin. Ti themi Zotit dhe pa ty nuk mundem të bëj dot asnjë. Ose më dhe ti mendje nuk mundem dot. As të flas, as ti flas tjetrit, as të bëj këtë, as të bëj atë. Ose më dhe ti fuqi me frymën e shenjtë, nuk mundem të eci përpara. Lavdi Zotit. Dhe
Fryma i thot Filipit, ndërkohë që ecte Filipi atje në shkretë të tij, shikon që nga larg vjen një karrocë. Edhe brenda dhe një njeri, lavdi Zotit, i cili ishte duke lexuar librin e profetit Isaia, duke këtu si thot fjalë e Zotit, e lexonte me zë. Atëre librat nuk janë siç i kemi neve tani kështu, ishin me tip pergamena kështu të si një fletë domethënë të rrotulluar kështu. E hapte edhe lexonte, sepse në pergamena rronin më shumë shkrime. Edhe duke e lexonte me zë, edhe fryma i thot arria të karrocë. Nuk tha Filipi, Zot, po çfarë duhet i them? Si duhet i them? Si duhet i paraqitem, sepse mund më thoj diçka. Asgjë nga këto. As mendoj se çfarë do të më thoj ai, do t'i thoshte Filipit, kush je ti? Çfarë kërkon tek mua? Vëllezër e motra, fryma e Perëndis shikon, kontrollon në të gjithë botën, se mos ndonjë njeri pendohet e kthehet dhe kërkon Zotin. Edhe këtë shpirt njeriu, këtë eunukun Etiopas e kishte përgatitur Zoti. Edhe që duhej një shërbëtor patjetër që të vinte atij dhe t'i fliste, falenderojmë Zotin. Edhe Filipi thot, a e kupton atë që lexon? Lavdi Zotit. Dëgjoni fjalën e eunukut Etiopas. Si mund ta kuptoj ku nuk kam një njeri që të ma shpjegoj? Falenderojmë Zotin. Vëllezër e motra, fjalë e Zotit e zbules, ta kuptojmë këtë gjë, ta vëmë shumë mirë në mendje dhe në zemër. Prandaj dhe fjalë e Zotit ka dhënë ato shërbesa që neve kemi lexuar dhe herë të tjera. Ka vënë apostoj në radhë të parë, ka vënë ungjilltar, ka vënë profet, ka vënë barinj, ka vënë mësues në kish për veprën e shërbimit. Lavdi Zotit. Është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe e fton Filipi, ai eunuku Etiopas i thotë ja ngjitur lart dhe më shpjegoi fjalën e Zotit. Edhe fillon vëllezër e motra, thash edhe një herë, kur flet njeriu, por kur flet Perëndia, flet frymë e shenjtë, atëherë janë bekime të mëdha. Lavdi Zotit. Filipi i shpjegon, fillon edhe i shpall Krishtin si shpëtimtarin e tërë njerëzimit. I thotë edhe për juve afrikanët, edhe për ty që je Etiopas, Krishti vdiq në kryqin e Golgotës. Prandaj dhe ty të jepet mundësia sot të pendohesh, të besosh, të kthehesh dhe Zoti të shpëtoj. Lavdi Zotit. Edhe i thot kushdo që pendohet edhe pagzohet në ujë për faljen e mëkateve do shpëtohet. Merri me mend se si kishte zemrën e eunukut Etiopas. Kur Filipi thoshte që edhe për ty është shpëtimi, lavdi Zotit, fluturonte eunuku Etiopas. Lavdi Zotit, bekim i madh vëllezër. Prandaj është kaq shumë e rëndësishme që gjithsecili prej nesh të hapi gojën vëllezër dhe të shpalli Krishtin, jo vetëm në familje, jo vetëm në shkollë, jo vetëm në punë, por edhe kudo. Lavdi Zotit. Edhe eunuku Etiopas thot fjalë e Zotit, i thot për kë e thot këtë fjalë shkrimi. Profeti e thot për veten e tij apo për ndonjë tjetër. Dhe thot fjalë e Zotit, duke filluar nga ky shkrim, i shpalli Jezusin. Dhe në fund fare, vetë eunuku Etiopas në pranimin e Zotit Perëndis, i thot, çfarë më pengon që të pagëzohem, aleluja. Vetë eunuku Etiopas e ndalon Filipin, sepse erdhi momenti që të bëj vullnetin e Zotit. Diku thot fjalë e Zotit pa ujë, ishte në anë të detit, ishte në anë të një lumi, ku di unë se ça ishte, e shikon edhe nuk donte ta humbiste me këtë rast eunuku Etiopas, e i thot, ja ujë, çfarë më pengon të pagëzohem. Aleluja, lavdi Zotit. Është kaq shumë e rëndësishme kjo gjë vëllezër e motra që të bëjmë vullnetin e Zotit. Dhe vepra e parë e besimit për një besimtar, e dini se cila është? Pagëzimi në ujë. Që gjithsecili njeri duhet ta ndjejë, duhet të jetë i përgjegjshëm për atë që bën, pa u nisur nga ndjenjat e tjerëve. Domethënë sepse u pagëzua ky, do pagëzohem edhe unë, se u pagëzuan këta, duhet pagëzohem edhe unë. Vjen prania e Zotit e rilind. Dëgjon fjalën e Zotit dhe do të bëj vullnetin e Zotit. Që nga ky moment më dua të ndjej Krishtin në jetën time. Po ta shikoj me kujdes edhe këtu edhe më përpara, nuk përmend fjalën e Zotit, për shembull, edhe tek fjala e Pjetrit që pagëzonte fëmijë. Nuk thot pagëzonte fëmijë. Lavdi Zotit. As problemi tjetër, domethënë që gjithsecili mund të pagëzohet se i domethënë thjesht ka një dëshirë për të pagëzuar, si një ndjenjë, po ka të bëjë me shpëtimin e njeriu. Lavdi Zotit. E shikojmë për shembull që ndryshon jeta e tjetrit, ka ndryshuar jeta e tjetrit. E dini vëllezër e motra, një
Shpirt njeriu kur kërkon të pagëzohet, e dini që duhet të bëjë edhe një dëshmi, një dëshmi të vogël. Cila është dëshmia? Që nga ky moment ka vendosur të ndjek Krishtin. E shikojmë, e dëgjojmë atë. Duhet të pagëzojmë sepse kjo është fjalë e Zotit, është i ndërgjegjshëm për atë që do të bëj. Bën dëshminë përpara Zotit që unë që nga ky moment dua të ndjek Krishtin. Lavdi Zotit. E kuptoni, nuk bëhet fjalë për një njeri i cili nuk është i ndërgjegjshëm edhe do bëj një vepër të tillë. Lavdi Zotit, por që shikohet, eunuku e Etiopas, edhe ai në gëzimin dhe praninë e Zotit kërkon që patjetër të pagëzohet në ujë. Lavdi Zotit. Dhe shikoni çfarë i thot Filipi, nëse ti e beson me gjithë zemër, mund ta bësh. Dhe ai përgjigj duke thënë, unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndis. Aleluja. Edhe këtë duhet ta besojmë të gjithë vëllezër, motra deri në fund. Do të kesh jetë të përjetshme vetëm te Krishti. Lavdi Zotit, do të hapet rruga për mbretërinë e qiellit vetëm te Krishti. Lavdi Zotit, vetëm gjaku i Jezu Krishtit e pastron njeriu nga çdo mëkat dhe papastërti. Asnjë njeri në këtë botë vëllezër, sado edhe besimtar të jetë, nëse nuk fton, nuk kërkon gjakun e Krishtit që ta pastrojë nga çdo mëkat e papastërti, e sigurt që nuk mund të shkojë në mbretërinë e qiellit. Shpirt pa u lar me gjakun e Krishtit nuk mund të shkojë atje te Zoti. Lavdi Zotit, prandaj thotë edhe më pas fjalë e Zotit, pa paqe dhe pa shenjtëri, askush nuk mund ta shohë fytyrën e Atit. I shenjtë, i pastër, larg nga bota dhe gjërat e kësaj bote. Nëse ecini në dritë thot, dhe keni bashkësi me njëri tjetrin, atëherë gjaku i Jezu Krishtit pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Dhe Filipi urdhëroi thot që ndalet karroca, zbritën ujë dhe pagëzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit, shikoni mrekullitë, e mbaroj me mbyllim, vargjet e fundit. Fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe nuk u pa më. Në radhë të parë dini çfarë thot? Mbasi u pagëzua, eunuku e Etiopas tër gëzim vazhdoi rrugën. Me gëzimin e frymës shenjtë, tashmë i shpëtuar. Domethënë Zoti e futi edhe eunukun e Etiopas në familjen e tij. Lavdi Zotit. Por nuk mbaron me kaq me shpërtorin e Zotit, vepra e Zotit. Thot fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe e çoi në Azot. Disa ngatrojnë, mendojnë se e çoi në Azot është një shtresë lart në atmosferë, edhe Zoti e mori e çoi atje. Kush e ka parë hartën në Izrael, Azot është një qytet në anë të Izraelit nga anë e detit. Nga atje ku ishte Filipi, në afërsitë të Gazës, e merr frymën e shenjtë edhe e çoi në një qytet tjetër për cilën arsye thot për të vazhduar veprën e tij. Nuk tha Filipi në atë moment mbasi e pagëzoi në ujë ata eunuku, ti thoshte Zot, kam udhëtuar 2 orë 3 orë, jam në mes shkretirës, jam në pistë të vapës. Si do kthehem unë tani? Vëllezër e motra, Zoti mendon për të gjitha gjërat. Aleluja. Ndonjëherë kemi biseduar edhe me vllain edhe me vëllezër të tjerë për shembull që janë jashtë dhe hapin këtë temë. Po do vi në Shqipëri, po si do punoj për veprën e Zotit, po si do t'ja bëj për punën, po si do t'ja bëj për shtëpinë, po si Zoti do mendoj për gjitha gjërat. Zoti do mendoj. Nuk do të lërë as pangren, nuk do të lërë as papir, nuk na ka lënë asnjëherë ndonjërin prej neve. Kjo është vepra e Zotit. Ecim nëpërmjet besimit, vëllezër. Ecim nëpërmjet besimit dhe thot fjalë e Zotit tu i drejti do të jetojë nëpërmjet besimit. Kohra të vështira, kohra të fundit që jetojmë, kohra të vështira, kohra të fundit dhe sa do vinë, do bëhen më të vështira akoma. Por thot fjalë e Zotit i drejti do të jetojë nëpërmjet besimit. Unë kam besim te Zoti, nuk do të lë, nuk do të braktisë. Zoti do hapi qiellin kudo që ti jesh, kudo që të ndodhesh, mjaft të qëndrojmë te vullneti i Zotit, të bashkuar në unitet, në dashuri dhe me besimin e Zotit deri në fund. Amin. Zoti na bekojë.